ndaçi me pa një njeri të degraduar në natyrën e tij, dhe ndoshta është në më degraduar në natyrës njerëzore ai cili ka etje për pushtet. Vreni këto politikanë tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i thje pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësin, ushtrojë të mirën, ja, si me mladh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mladhin, por problemi se nxjerrin e pa, varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e mbrëmshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa të përfunduar në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, më bani mirë dhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë sidomos atij i cili lofton ashpër çdo ditë për me pas bukën e përditshme. Aty është e pafalshme. Mëkati çon në vdekje. Prandaj mëkati korrupsionit çon në burg. Çon në burg. Thot Krishti, herë ta vonë çdo gjë do të dalin dritë. Kanë etje për pushtet shkretit. Prandaj edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby, se ma shdan mundësia me shërby. Krishti thot dhuro, se do të dhurohet, beso, e s'do të mungojnë asgjë, po jo mlidh grumëlla për veti. Kur pushtet? Nuk ka një provokim, një tonim më të keq se sa i pushtetit. Krishti me qëndru besnikatit, me dashtate. Dhe një që i qëndron besnik Zotit, mbesoni, sa është e mira vetit, e mira çdo kujt që ka të bëjë me te, është edhe e mira shoqënisë e njerëzimit.